Policia e Durrësit ka finalizuar një tjetër operacion për kapjen e personave të shpallur në kërkim, duke arrestuar dhe proceduar disa shtetas të dyshuar për vepra të ndryshme penale, si kultivimi dhe shitja e lëndëve narkotike, vjedhja, mashtrimi dhe kundërshtimi i punonjësve të policisë. Sipas njoftimit zyrtar të uniformave blu, si rezultat i kontrolleve intensive dhe punës operative në terren, të zhvilluara në kuadër të operacionit të koduar ndjekja, specialistët e seksionit për mbështetjen operacionale të hetimit arritën të lokalizojnë dhe kapin 6 shtetas të shpallur më herët në kërkim nga autoritetet gjyqësore. Mes personave të arrestuar është Abdyl Kaçaça, 35 vjeç, banues në Durrës, i cili ishte dënuar nga gjykata e apelit në vitin 2024 me 5 vite e 6 muaj burgim për veprën penale prodhim dhe shitja e narkotikëve. Nga ky dënim, atij i kishin mbetur për të vuajtur edhe 2 vite e 9 muaj burgim. Në pranga ka rënë edhe Jorit Muçeku, 27 vjeç, banues në Durrës, i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan me 3 vjet e 4 muaj burgim për veprën penale ndihma për kalim të paligjshëm të kufinjve. Po ashtu arrestuar shtetasi V të 45 vjeç, për të cilin gjykata e Durrësit kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale vjedhja. Gjatë operacionit policia bëri me dije se është ndaluar dhe shtetasi ES alias EH 35 vjeç, banues në Laç, i shpallur në kërkim për veprën penale mashtrimi. Ndërkohë shtetasi BD 33 vjeç, banues në Kavaj, i dyshuar për veprën penale kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik, është proceduar penalisht në gjendje të lirë pas përfundimit të veprimeve hetimore. Gjithashtu një shtetas tjetër me inicialet ES 35 vjeç, banues në Durrës, i shpallur në kërkim nga Drejtoria Vendore e Policisë Korçë për veprën penale mashtrimi, është proceduar penalisht në gjendje të lirë. Policia e Durrësit bën me dije se puna për kapjen e personave të tjerë të shpallur në kërkim vjen intensivisht, duke kërkuar materiale procedurale për të gjitha rastet janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së Durrësit për veprimet të mëtejshme ligjore.